Artikuj ushqimor, për veshmbathje, produkte për higienë personale vazhdojnë të mbërrinë në ndihmë popullatës së anës së Tetovës pas përmbytjeve të mëdha të para një jave. 800 palë, këpucë e sandale ndër të tjerë artikuj të shumtë. Kemi grumbullu mjetë e artikuj ushqimor nga qytetarët e komunës së Studeniqanit, si dhe nga firmat që veprojnë dhe punojnë në territorin e komunës tonë. Dhe gjatë këtyre ditëve kemi grumbullu një sasi të konsiderueshme të artikujve ushqimor, artikujve për higjienë, artikujve për veshmbathje, kështu që me këto ndihma mendojmë që sadopak do ta zbusim, domethënë damin dhe gjithë këto që i ndodhen këtyre vendbanimeve të komunës së Tetovës. Humaniteti vazhdon gjithandej. Kamera e televizionit Art regjistroi sot edhe kontingjentin e dytë të ndihmave për tetovarët nga ana e komunës së Vrapçishtit. Përfaqësues të saj thanë se me rekomandim të shtabit të emergjencës ishin përcaktuar për mjete higjienike dhe të tjera për përdorim personal për njerëzit e dëmtuar.